Opinion nga Mimoz Lakna Rugova. Nëse zgjati më shumë se një muaj fushata zgjedhore e partive politike për zgjedhjet parlamentare të nëntshkurtit, si duket nuk qe mjaftueshme që qytetarët ja besojnë shumicën e votave njërit apo tjetrit krah politik. Gjatë fushatës zgjedhore qytetarët ishin të ndarë në dy grupe, ata që ishin pro lëvizjes vendosje dhe të tjerët që ishin pro partive opozitare. Kjo ndarje nuk është e re, pasi në vitet e kaluara politikat e tensionuara dhe përplasjet mes grupeve të ndryshme politike kanë ndihmuar në krijimin e një polarizimi të thellë të shoqërisë sonë. Vetvendosja doli si partia e parë me më shumë të vota nga zgjedhjet e nëntshkurtit, duke fituar 42.27%. Kjo është një fitore e rëndësishme, por ndonse ka shumicën parlamentare, LVV po has në vështirësi për të krijuar qeverinë dhe institucionet e reja. Këtë pengesë duhet ja ketë shkaktuar diskursi arrogant gjatë fushatës zgjedhore, ku kjo parti nuk hezitoi të hidhte vrerë ndaj partive opozitare, PDK-s, LDK-s dhe AK-s, pa kursyer të paktën njërin prej tyre. Kjo ka revoltuar opozitarët. Lëvizja vetvendosje, siç e tha edhe nënkryetari i saj, Glauko Njufca, kishte bindjen se do t'i fitonte 500.000 vota. Megjithatë, ky qëllim mbeti i parealizuar, duke kaluar në planin B. Në këtë situatë të tensionuar, kryeministri në detyrë dhe kryetari i vetvendosjes, Albin Kurti, ftoi kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku për diskutime rreth formimit të institucioneve të reja para mbajtjes së mbledhjes konstituuese më 15 prill, por Abdigjiku refuzoi kërkesën e Kurtit, duke ja kujtuar pikërisht fushatën zgjedhore dhe deklaratën e bujshme kundër opozitës që e kishte bërë gjatë natës së shpalljes së fitores në kryeqytet. Përkrahasit e LDK-s duket se e mbështetën Abdigjiku në këtë refuzim, por gjithashtu pati nga ata që e pan këtë si një hap të ngurtë dhe të dëmshëm për interesin afatgjat të Kosovës. Në arsyetimin e tij, Abdigjiku përmendi të kaluarën e LDK-s, e cila ka qenë vazhdimisht e akuzuar për koalicionet me PDK-n, edhe pse shpeshherë këto koalicione ishin të imponuara nga rrethanat politike. Për shumë ky refuzim ngre pyetje mbi mundësinë e një bashkëpunimi të mundshëm midis LDK-s dhe LVV-s, edhe pse të dyja partitë kanë luajtur role të ndryshme në procesin e ndërtimit të shtetit të Kosovës. LDK si një parti që ka qenë pjesë e momenteve kyçe të ndërtimit të shtetit që nga periudha e presidentit Rugova, ka një përgjegjësi të veçantë në procesin e konsolidimit të institucioneve dhe ndihmës për stabilizimin politik të Kosovës. Prandaj shumë besojnë se një bashkëpunim i mundshëm me vetvendosjen do të ishte në interes të Kosovës, që tashmë nuk e ka luksin të humbë kohë dhe të futet në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Kosova ndodhet gjithashtu përballë një sfide të jashtme. Serbia vazhdon ta kërcënojë me veprime destabilizuese, ndërsa presioni ndërkombëtar mbetet i pranishëm. Ndërkombëtarët, përmes sanksioneve dhe angazhimeve diplomatike, kërkojnë nga Kosova që të ruajë stabilitetin politik dhe të avancojë në rrugën e integrimit evropian. Në këtë kuadër, një zgjidhje politike brenda vendit është urgjente për të shmangur një krizë të thellë. Nëse Abdigjiku do ta kishte pranuar ftesën e Kurtit dhe do t'i kishte paraqitur vetvendosjes një listë me kushte për koalicion, mund të kishin pasur tashmë diskutime për formimin e qeverisë së re. Një koalicion i mundshëm do të mundsonte jo vetëm formimin e institucioneve të reja, por gjithashtu bashkëpunim të nevojshëm për stabilitetin politik dhe zhvillimin e mëtejshëm të Kosovës.